Jemi në pjesën e fundit e emisionit dhe do të ndryshojmë temë dhe do të ndalemi dhe do të fokusohemi pak më gjatë tek tregu valutor. Moneda europiane vijon të surprizojë për sa i përket zhvlerësimit të saj në raport me lekun vendase dhe sipas këtij grafiku pra që shohim në ekran, kjo javë po mbyllet me një euro që sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, ajo është në kufin të 94 lekëve, por në tregun valutor pra në agjencitë e këmbimit valutor ajo ka kapur vlerën deri në 93 lekëve. Ne shohim që në qershor të vitit të kaluar, një euro këmbej në nivelin e 98 lekëve dhe kjo javë, siç e thash, po rrezikon të mbyllet në nivelin e 93 apo 94 lekëve. Por pse zhvlerësohet euro? Kush janë burimet që zhvlerësojnë monedën europiane? Shohim grafikisht që 5 janë disa nga shkaqet kryesore, siç janë të ardhurat nga turizmi, janë remitancat pra të ardhurat nga shqiptarët që jetojnë në përbot, janë investimet e huaja direkte, por edhe burimet informale që janë dhe disa nga shkaqet kryesore pse kemi një zhvlerësim të mëtejshëm të monedës europiane në vend. Në fakt, Banka e Shqipërisë në 2 vitet e fundit ka qenë aktive duke ndërhyrë dhe duke bler gati duke tërhequr nga tregu gati 2 miliardë euro në 2 vitet e fundit, por operacionet e tilla thjesht kanë parandaluar rënjen e mëtejshme të monedhës, por nuk e kanë ndaluar dot atë. Por ekspertët kanë edhe disa parashikime pesimiste për ecurinë e mëtejshme, pasi nuk kemi mbritur në 2 muajt më të dendur për atë turistik siç është korriku dhe gushti, dhe do të bëjmë një analizë të tregut valutor dhe të kursit të këmbimit euro-lek me të ftuarin tim që e kam tani në një lidhje direkte, zotin Dritan Vakaj nga shoqata e agjentëve të këmbimit valutor. Përshëndetje Dritan, faleminderit që jeni në këtë lidhje direkte. Përshëndetje ju, faleminderit për ftesën. Sa herë flasim bashkë, Dritan, gjithmonë kemi nga një vlerë të re surprizuese të monedhës europiane në raport me lekun vendas. A surprizon më kjo situatë sipas jush apo jo? Jo, surpriza jo, e pritshme është veçanërisht në këtë periudhë të sezonit. Megjithatë, niveli i rënjes në këtë vit ndoshta ishte disi pak tej parashikimeve, pra nuk e prisnim që në këtë periudhë të vitit të arrinim deri këtu. Megjithatë, faktorët siç ju dhe i përmendet janë evident. Vazhdojmë të kemi prurje të larta të euros në treg, ndërkohë kemi një lloj, po themi, mungese të lekut për shumë arsye, qoftë kjo e lidhur dhe me shpenzimet qeveritare apo dhe me faktorët e tjerë. Megjithatë, në një lloj paradoksi si vjet, domethënë, të paktën në këtë periudhë të vitit, që vjet re është se ndërsa flasim për një inflacion të paktën për majin, deri në kufit e pritshmërive të Bankës së Shqipërisë rreth 3%, ishte e pritshme që të mos kishim të rënje të euros duke marrë në konsiderat zhvlerësimin e lekut. Megjithatë, jemi këtu, është një fakt, prurjet vazhdojnë të jenë të larta, pra ka euro në treg. Janë një sër faktorë që ndikojnë, është turizmi, janë remitancat që vazhdojnë të jenë të larta, përfshirë dhe investimet e huaja, veçanërisht në tregun e pasurive të patmbyllshme. Dritan, unë i përmenda pra kush janë faktorët që mund të sjellin zhvlerësimin e euros, por ju në analizën tuaj dhe në përgjigjen tuaj thatë se ishte pak paradoksale. Pra ky zhvlerësim kaq më shumë se pritshmëritë. Kush ka qenë ai shkaktari kryesor sipas parashikimeve, ose si mendoni ju se kush mund të ketë qenë, kush ka ndikuar më shumë? Ekuilibri është i thjeshtë, kërkesë ofertë. Pra, kemi një konsum, le të themi, më të ulët të euros, ndërkohë oferta vazhdon të jetë e lartë. Pra, tregu nuk arrin ta përthit atë euro e cila hyn në vend, apo atë sasi të konsiderueshme të euros në qarkullin. Kështu që detyrimisht do zhvlerësohet. Pra, kemi pasur në mënyrë të vazhdueshme rritje të atyre elementeve të cilët ju më të drejtë i përmendët, vazhdojnë të jenë ende përcaktues në sasinë e madhe të euros që hyn në vend. Kështu që detyrimisht ekuilibri do arrihet aty ku kërkesa do takojë me ofertën. Në fakt edhe të dhënat më të fundit të Bankës së Shqipërisë konfirmonin që këtë fillim viti kemi një rritje domethënëse të investimeve në pasuri të patundshme nga të huajt. Pra, si tremujor në raport me të njëjtin tremujor të një viti më parë. Pra, kemi edhe i këtu një fokusim, një përshëndrim të investimeve në monedhë, besoj të huaj.
Pa diskutim, shiko, kemi pasur një lloj ngërçi vitin e kaluar për shkak të pritshmërive në lidhje me rivlerësimin e pasurive të paluajshme. Pra, tregu imobiliar vitin e kaluar pati një lloj pauze në pritje të procesit të rivlerësimit dhe si vjet me hapjen e rivlerësimit, kjo ka ndikuar që një sasi e konsiderueshme e pronave të dalin në treg dhe të përfundojnë transaksionet që ndoshta kishin filluar që në 2025, por nuk ishin ekzekutuar për shkak të pritshmërive në lidhje me rivlerësimin. Kështu që pa diskutim ky vit ne kemi diskutuar edhe le të themi në periudhën e fundit të vitit kaluar që do jetë një ndikues në ekuilibrin e euros me lekun edhe tregu imobiliar. Në ndryshim, po themi nga trendi normal për shkak të përshtyerjes, sepse vitin e kaluar u diskutua që rivlerësimi të kryhej në pjesën e parë të vitit, por marrë shkak se edhe nga zgjedhjet kjo u shtyr dhe u arrit të jetë efektive vetëm në 2026, kështu që pa diskutim ishte në një farë mënyrë, kishte një lloj pritshmërie që kjo do të ndikonte dhe në fakt e ka ndikuar. Zoti Vakaj, si po ndikojnë shpenzimet kapitalit të vendit nga buxheti i shtetit, të cilat ne shohim që muaj pas muaj kemi një suficit që është krijuar në arkën e shtetit që mbetet ende i pashfrytzuar ose i pashpenzuar në kohë, por eksperienca ndër vite na ka treguar që një sasi e konsiderueshme parash fokusohen në fund të vitit. Çfarë impakti sjell kjo në treg? Organet publike, pra qeveria është shpenzuesi më i madh i monedhës vendase, pra i lekut. Kështu që unë përmenda që kemi një mungesë të lekut në qarkullim, përfshirë kjo dhe për shkak të këtij lloji, po themi, ngërçi në realizimin e investimeve qeveritare. Jemi diku deri në këtë pjesë të vitit në realizim 34% të zërit të investimeve, sepse shpenzimet në kuptimin e operative realizohen, por nga pikpamja e investimeve kemi një realizim diku të 34%. Në qoftë se do kishim në një nivel më të lartë, kjo pa diskutim do stabilizonte dhe do rrisë ofertën e lekut në treg dhe do stabilizonte edhe kursin e këmbimit. E kemi diskutuar në mënyrë të vazhdueshme që politika e qeverisë për përqendrimin e investimeve, ndoshta jo politika, por fakti që kështu shkon çdo vit, sjellja e qeverisë në realizimin e investimeve në pjesën e dytë të vitit, pa diskutim jep ndikim në pjesën e parë të vitit dhe kemi parë një suficit të konsiderueshëm në buxhetin e shtetit, e cila ka ardhur nga mungesa e realizimit të investimeve një pjesë e konsiderueshme, pa diskutim edhe rritja e performancës fiskale, por kryesisht për shkak edhe të mos realizimit të investimeve. Zoti Dritan, fakti që ne po bëjmë këto biseda dhe këto analiza kohë pas kohe dhe po shohim që kjo, si mund ta përkufizojmë, nuk mund ta konsiderojmë më këtë një tendencë zhvlerësimin apo forcimin e lekut. A mund të themi që jemi përballë një tendencë afatgjatëse të përkohshme jo më? Do të vazhdojmë kështu në këtë drejtim? Pritshmërisë. Shpresat janë që të mos vazhdojnë. Treguesit janë që mund të vazhdojnë. Pra, përgjithsisht të paktën deri mas mbylljes së sezonit pa diskutim që pritshmëritë janë të ndjekim ecurinë e viteve të kaluara. Pra, nëse ne marrim në konsiderat, po themi 5 vitet e kaluara, në periudhën qershor deri në 10 ditën e parë të gushtit, ne në çdo vit kemi pasur një rënje nga 2 deri 4% të një zhvlerësim të euros, kështu që atë nuk e shmangim dot. Nga pikpamja, nëse flasim afatgjatë për disa vite, kjo pastaj merren dhe ndikohet nga një sër faktorësh, qoftë e brendshëm apo qoftë e jashtëm. Megjithatë, nuk është situatë pozitive në qoftë se ky lloj zhvlerësimi do vazhdojë. Megjithatë, nëse shikojmë të dhënat, deri në këtë pjesë të vitit, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë kryesisht përmes kalendarit të parashikimit për derën e euros në treg sipas kalendarit të parashikuar për rritjen e rezervës valutore. Kështu që besoj që në këtë pjesë të sezonit, po themi, Banka e Shqipërisë do të më aktive, ndoshta edhe me ndërhyrje të jashtëzakonshme, në mënyrë që ta frenojë rënien dhe me shpresën që në pjesën e dytë të vitit do rriten edhe investimet qeveritare, do ketë një lloj ruajtje të ekuilibrit, marrë në konsiderat sasinë e lartë. Jemi në një situatë, domethënë, unike, ne kemi diskutuar këtë në mënyrë të vazhdueshme, ku mbi gjysma e kursimeve të qytetarëve shqiptar janë në monedhën euro.
50% e transaksione vazhdojnë kryen në euro, kështu që jemi në një situatë që një zhvlerësim i mëtejshëm pa diskutim prek xhepat e pjesës dërmuese për kushtën të gjithë shqiptarëve. E kuptoj. Zoti Dritan, fakti që jemi në përfundim në mbyllje të muajit qershor, kemi përpara muajin korrik gusht që janë edhe piku i sezonit turistik, ku edhe prurjet apo numri i turistëve të huaj është edhe më i lartë. Me këto pritshmëri për në vazhdim, a mendoni se euro mund të arrijë deri në 90 lek? 90 lekëshi mund të konsiderohet është i pritshëm dhe mund konsiderohet normal duke marrë dhëna statistikore të viteve të kaluara. Thash, nëse marrim 5 vite apo 10 vite të kaluara, gjatë këtij 2-3 mujori, lohatit janë nga 2 deri në 4%. Kështu që një mesatare 3% do ishte absolutisht e pritshme dhe edhe tregu do ta absorbonte. Shpresojmë të mos kemi ndryshime, po themi drastike, siç ndoshta jemi ndeshur ndonjëherë që kemi pasur rënje 3-4% brenda javës, por në një rënje graduale, natyrale është e pritshme deri në kulmin e sezonit, që është po themi 10 ditë, 15 ditë i parë i gushtit. Dhe të shpresojmë që mbas gushtit të kemi ndoshta ndonjë forcim të mundshëm sipas tendencave të viteve të kaluara. Apo vështirë të rikthehemi në vlerat e mëparshme. Se po bëhet shumë sfiduese parashikimi. Vlerat e mëparshme është pa diskutim vetëm në situata dramatike, nuk ka asnjë lloj mundësie duke parë edhe zhvillimet globale. Pra nuk është se kemi pritshmëri që të kemi një Europë e cila po themi të lulëzoj krejt papritur. Nuk besoj që t'jemi për atyre situatave, megjithatë një lloj do dëshironim që të kishte një lloj stabilizimi apo minimum mos kishte një përkeqësim i cili do vazhdonte po themi të prekte akoma më të ndjeshme tregun. Dritan, po dakord, euro po zhvlerësohet në këto nivele, po si ka mundësi që ne nuk e ndjejmë? Një euro e dobët do na i bënte faktikisht edhe importet më të lira, për aq kohë sa ne pjesën më të madhe të produkteve importojmë. Pse ky paradoks ka që i madh në treg? Ajo ka pasaj dy element, rritjen e kostove të brendshme, pra rritjen e kostove në lidhje me fuqinë punëtore, karburantin e kemi në nivele të larta, por pa diskutim nuk lën jashtë as mundësitë po themi abuzimeve apo spekullimeve, më saktë me përfitimit me këtë lloj situate. Sepse pa diskutim për importuesit dhe një vend me një diferencë shumë të madhe mes eksportit dhe importeve, pa diskutim kjo duhet të përkthehej në ulje të çmimeve dhe në kosto më të lira për importuesit, por gjithsesi thash, kemi një ndryshim të konsiderueshëm edhe të kostos së punës, fuqisë punëtore në vend. Zoti Vakaj, po kush janë sfidat që po sjell ky ekuilibër i ri në treg i euros përballë lekut? Sfidat ekonomike. Për ekonominë. Një monedhë vendase e fortë nuk është tregues i një performance le të themi të mirë të ekonomisë. Pra një ekonomi performuese përgjithsisht tenton të jetë më konkurruese në treg dhe të tentojë të ketë një monedhë lokale më të fortë. Kemi parë shifrat që lidhen me eksportet, kemi një rënje të ndjeshme të eksporteve, që është një ndër treguesit e uljes po themi të aftësisë konkurruese në treg. Megjithatë kemi pasur nga ana tjetër një lloj rritje të eksporteve të shërbimeve, siç është turizmi, që në një farë mënyrë ka kompensuar disi dhe kemi parë që operatorët po ndryshojnë qasje, pra ka ndryshuar linjat e biznesit dhe kemi një fokus çdo ditë dhe më shumë drejt hotelerisë dhe shërbimeve të turizmit. Pa diskutim është sfiduese për ekonomitë familjare, të cilat kanë një varësi më të lartë nga remitanca. Ne vazhdojmë të kemi remitanca në nivele shumë të larta, sado që kemi 36 vjet dhe themi emigracion, prapë remitancat vazhdojnë të mbeten të larta dhe një pjesë e mirë e remitancave janë mbështetje për ekonomitë familjare. Kështu që kjo pa diskutim është një sfiduese. Nga ana tjetër, kemi ulje të interesit, pa kjo të interesit të investimeve të huaja, pa në qoftë se një investitori europian do t'i kushtojë më shumë për të investuar në Shqipëri, duke marrë konsiderat të vlerë të ulët e euros, pa diskutim nuk është atraktive. Megjithatë, e rëndësishme është për të theksuar që pavarësisht trendit të rënës, në përgjithësi ka pasur një lloj
po themi kurbe rëndëse shumë të butë dhe më konstante se sa luhatit që ndoshta mund të ngjanin shpesh herë edhe si spekulative, të cilat krijojnë një rritje pasigurie dhe një rritje të riskut për investimin. Pjesa tjetër pastaj pa diskutim është e parashikueshme dhe merret konsideraci risk operacional. Pra, zoti Vakaj, kjo vlerë e re, ky kurs që është aktualisht në treg, vjen si pasojë e realitetit ekonomik apo ka edhe element spekulativ në gjykimin tuaj? Mund të ketë patjetër edhe element spekulativ, por e thash, rënja graduale e minimizon edhe mundësinë, po themi, të këtyre spekulimeve në afat shkurtër, sepse përgjithsisht ato që njihen si situata spekulative në tregjet e kapitalit, por edhe në këmbimin valutor janë kryesisht në periudha afat shkurtra, ato që lëvizin në pozicione të shkurtra, sepse nuk mund të lëvizësh me teori apo me lojra spekulative në pozicione afat gjata. Duke marrë në konsiderat që thash kemi pasur lëvizje në periudha afat shkurtër të minimale, e minimizon mundësinë edhe të spekulimit. E kuptoj. Dhe një pyetje të fundit, zoti Vakaj, për të gjithë qytetarët që bëjnë to kohë të fundit, bëjnë disa pyetje të shpeshta për sa i përket monedhës europiane, por edhe lekun. Çfarë përgjigje mund t'i japim? Si mund të reagohet në situata të tilla kur njerëzit pyesin, "Ore, çfarë po ndodh me euron? Edhe sa do zgjasi? A ti kthej kursimet nga euro në lek? A të marr kredi në euro se do më paguaj, i kam kostot më të lira?" Çfarë përgjigje mund t'i japim qytetarëve që bëjnë pyetje të tilla dhe që nuk e kanë, le të themi, informacionin e plot për të patur një vendimarrje në gjykimin tuaj? Gjithmonë në këto situata kursimet, investimet duhen marrë në po themi në balans me të ardhurat. Nëse të ardhurat janë në lek, nuk ka asnjë arsye të marrësh kredi në euro. Të rrisësh ekspozimin, të rrisësh riskun. Në qoftë se ke të ardhura në euro, pa diskutim mund ta konsiderosh të marrësh kredi në euro dhe të mos panikosësh. Pra, ideja është që në situata të tilla nuk është asnjëherë rekomandueshme të krijohet panik apo të marrësh vendime të nëncituara, qoftë për të shitur apo për të blerë. Pra do ndjekësh vlerën e tregut. Nëse do shesësh euro me çmim të ulët, pa diskutim, kjo do reflektohet pastaj edhe në po themi nëse do investosh me pasuri të paluajtshme apo në investimet e tjera, gjithsesi po themi me euro mund ta blesh duke marrë në konsiderat që në mënyrë të gjerë apo masive, tregu i pasurive të paluajtshme apo edhe i pasurive të lëshme zhvillohet në euro. Në fakt nuk krijon një lloj balanci. Megjithatë, paniku nuk është i rekomandueshëm dhe pa diskutim investimet dhe vendimet afatgjata duhen marrë në monedhën që ke të ardhurat, pastaj leku është një monedhë absolutisht stabil në 25 vitet e fundit. Kur thoni për situata tilla, logjika ta çon që situata tilla mund të jenë të përkohshme, por në fakt ne po shohim që këto që kanë situata afatgjatë që nuk po ndryshojnë, po shkojnë, është një realitet i ri apo jo? Pa diskutim është një realitet i ri. Pa diskutim është një realitet. Megjithatë, ne kemi parë dollarin vite më përpara dhe në nivele 70 lekë. Kur, për shembull, diku në vitet 2006, 2007 apo edhe 2008 kemi pasur një përdorim më të lartë të dollarit se sa të euros, dollari ka kapur në Shqipëri niveleve 70 lekë. Ndërkohë më vonë shkoi deri në 140. Pra, janë në një farë mënyrë situata të cilat ne i kemi përjetuar, megjithatë nuk kemi pasur ndonjëherë përdorim kaq të lartë të monedhave të huaja dhe kjo pa diskutime bën më të prekshme. Dhe pjesë të bisedave të përditshme këtë lloj shqetësimi. Unë falenderoj që ndave me mua këto opinione. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision, e bashkë do shihemi të dielën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.